Sot kemi ardhur për të vizituar fshatin Zhub rreth bukurisë natyrës së këtij vendi se si qëndron në këtësinë të vjeshtës. Në këtë fshat jetojnë rreth 100 banor, e çka njihet në këtë fshat është edhe për kultura të ndryshme bujqësore, ndërsa për më tepër të ndjekim materialin në vazhdim. Natyra e fshatit Zhub është padyshim breslënse në çdo stinë, por tashmë kur vjeshta ka ardhur, ngjyrat e ngrohta e tejet të theksuara kanë mbuluar tërë peizazhin e fshatit. Banorët që këtu nuk janë të shumtë në numër, vazhdojnë të kujdesen me shumë zell për oborret e tyre e për të gjithë hapësirën e fshatit, në mënyrë që kushdo që kalon këndej, mbushet me qetësi e me ngrohtësi që Zhubi të jep. Ky fshat që ndodhet jo shumë larg qytetit të Gjakovës, thërret për një shkëputje nga ritmi i shpejtë i jetës dinamike në të cilën po jetojmë sot, për të gjetur e për të mbushur shpirtin me bukuri që veç natyra e këtij fshati di të ofrojë.